Përsërisë para ashtu një vjet e tepër u pranu iniciativa, u formu land, edhe si mas radhës edhe dinamikës të shqyrtimit të landëve të cilat formohen në bazë të iniciative në gjykatën kushtetuese, para ma tepër se 2 muajsh, gjykata kushtetuese në fazën e parë pati në shqyrtim iniciative në fjalë, dhe atëherë, me shumicë të votave, gjykata solli vendim për nismën, për fillimin e procedurës që të vlerësohet vallë është vendimi në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, ose ekziston një, të them, jo përputhshmëri me kushtetutën. Në fazën e parë, 3 gjykatës nuk e votuan vendimin që të filloj procedura. Ne thamë, edhe mbrojtëm tezën, se ato të dhana, fakte dhe rrethana në të cilat thirret iniciuesi nuk kanë arsye, nuk kanë mbështetje. A çka ishte në pyetje, edhe çka kontestoheshte, edhe pse kontestoheshte vendimin fjalë. Së pari, kontestoheshte se disa emra të rrugëve nuk mund të kuptohen në gjuhën maqedonase kur përkthehen në gjuhën maqedonase. Dëshmorët e kombit, Kongresi i Manastirit, edhe disa emra të personalitetet të njohur të kombit shqiptar. Vërtetja ishte se ata që nuk janë shqiptar nuk mund ta kuptojnë dhe duhet të përkthehen, domethënë, edhe në gjuhën maqedonase. Vërtetja e dytë ishte se në procedurën për miratimin e këtij vendimi nuk është kërkuar edhe nuk ka pajtim nga qeveria. Meqense thirrën edhe tash, se ekziston vendim qeveritar i cili vendim i parashikon kushtet edhe procedurën për sjelljen e vendimeve nga ana e këshillave të komunave në tërë territorin kur punohet për emërimin e rrugëve. Rreth vërtetës së parë, ne 3 dhamë arsyetim, së pari unë, edhe mbështetën e 2 kolegët tjerë, se çështja e emërimit të rrugëve, edhe ato kundërshtime se nuk kuptohen në gjuhën maqedonase, ne e mbrojtëm tezën, e mbrojmë edhe tash, se emrat e përveçëm nuk përkthehen. Kongresi i Manastirit është Kongresi i Manastirit, nëse përkthehet, atëherë humpat atë kuptimin, brendin, domethënien, duhet të përkthehet domethënë Bitolski Kongres, ose dëshmorët e kombit, ose tjera emrime. Edhe këtu, sikurse u dakorduan se ky qëndrim, domethënë, ky fakt dhe ky prapësim, kundërshtim nga luftarët me të vërtetë nuk mund të mbrohet. Çështja e dytë ishte se a ka mangësi në procedurën e miratimit të vendimit nga ana e Këshillit në vitin 2007. Këtu duhet të vërtetohet fakti, i cili fakt me të vërtetë buron edhe nga vetë vendimi qeveritar se si zhvillohet procedura dhe cilat kushte dhe cilat akte procedural duhet të plotësohen kur Këshilli miraton një vendim të tillë. Gjykata i drejtohet Këshillit Komunal të Tetovës me kërkesë konkrete të na japin përgjigje se në procedurën e miratimit të këtij vendimi a ka pasur me të vërtetë vendim edhe mendim nga qeveria edhe a është kërkuar ose jo. Edhe mundi të mendoni, morëm përgjigje nga Këshilli se punohet për land të vjetër, vendimi i vjetër, dhe nga dosja e kësaj lande e vitit 2007 ne nuk kemi gjetë do një shkresë, do një kërkesë, do një mendim, do një lutje, t'i drejtohemi qeverisë. Zë Këshilli Tetovës. Tetovës. I paraqitemi qeverisë, që të bindemi dhe me thonë se valla ka pas me të vërtetë procedurë edhe në procedurë kërkesë për mendim, për pajtim, për pajtueshmëri nga ana e qeverisë. Qeveria nuk ne e përgjigjen. Ne 3 e mbrojtëm tezën. Së pari, meqense punohet për vendim i cili është i sill shumë herët
2007. 20 vite. Gati 20 vjetë. Ai vendim deri tash ka prodhuar efekte juridike. Ka qenë në fuqi juridike. Është akoma në fuqi juridike. Edhe në dy. Meqense ne në gjendjen faktike nuk e konstatuam, nuk e vërtetuam faktin se vallë ka pas kërkesë ose nuk ka pas kërkesë në qeveri, ka pas mendim ose nuk ka pas mendim se qeveria nuk na dha përgjigje. Edhe mbështetëm tezën se meqense punohet për një lan të vjetër, vendim i vjetër i cili ka prodhuar, ne nuk e shohim të arsyeshme se këtu mundet të iniciohet procedura për vlerësimin e kushtetueshmërisë edhe të ligjshmërisë të vendimit në fjalë. Dhe përfundoi seanca në fazën e parë, tash ashtu është edhe procedura në fazën e dytë, meqense atëherë u soll vendimi me shumicë votash, natyrisht, për nismën, për fillimin e procedurës dhe vlerësimin e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë, me datë 17, dhe me thanë, e kishim tash landën në votim. Në fazën e dytë, duhet të gjykata të sjellë vendim. Prej vendimeve sipas kushtetutës që mund të sjellë gjykata, kur në fazën e parë është filluar procedura për vlerësimin, mund të jetë vlerësimi abrogues ose anullues. Edhe në këtë seancë ne nuk e votuam vendimin që u dha nga gjykatësi referues, u dha vendimin jo të anullohet, por u dha propozimin që gjykata të sjellë vendim për abrogimin e vendimit. Edhe kështu ndodhi, dhe me thanë, me vendimin. Ne mbrojmë tezën se nuk ka mbështetje, dhe me thanë, kushtetuese dhe ligjore, që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë abrogues siç ndodhi në rastin konkret.